Midis nga 1 deri në 10, domethënë sa e vlerëson ti impaktin e importit, domethënë sa e kënaqur je nga 1 deri në 10 me verat e importit në treg. Unë e kënaqur jam se gjithmonë synoj progrese dhe të rrita, por kërkesat në treg janë më shumë për verën vendase. Pra gjithë turizmi që ne presim kërkon ekskluzivisht 90.9% verën shqiptare, verën vendase. Pra na pret një ardhmë ndryshe. Pra kërkesa do jenë më shumë për produktin tonë. Dhe kjo vjen dhe si rezultat se në pamje të parë duket sikur kur dëgjon kështu duket sikur kërkojnë verën vendase nga që është më e lirë. Po unë nuk e besoj këtë. Jo, se nuk është më e lirë. Unë besoj e para se nuk është, ose nëse është më e lirë se disa nga ato emrat e mëdhenj, nuk është më e lirë se sa të tjera që mund të jenë këtu. Ose se sa ato të lirat e supermarketit. Por besoj që vjen nga cilësia, sepse unë e shoh edhe me njerëzit që vinë për vizitë këtu. Domethënë që vinë vizita me cilët unë takohem dhe kur qellojmë që janë darka ose dreka. E thona ajo vera që kam pirë herën e kaluar ose më kanë thënë për një verë, domethënë është një gjë që meritonte këtë podcast sot.